Po, lirika ishte përpjekje për zvaritjet një procesi tashmë të gjatë. Ju e dini edhe gjatë ditës së sotme kishte akuza, kundër akuza, eksponent të partisë vetëvendosje të listës guxohet të alternativës në pamundësi për të pasur numrat e për t'i dhënë epilog këtij procesi maratonik, kaq të gjatë, provuan që të akuzojnë partitë opozitare. Dhe në të njëjtën kohë du të them që çfarë kemi pasur gjatë gjithë ditës në media absolutisht janë mesazhet e shumta përmes përfaqësuesve të mediave që ne I pam eksponent ose eksponent lëvizjes vetëvendosje dhe jo vetëm edhe partnerët të tyre duke shkëmbyer mesazhe për çështjet e votave. I keni pa, unë besoj që dhe ju si media jeni të informuar me zhvillime cilat I pa në kuvend, pa mundësi që të ketë zgjidhje, sepse ne kemi qenë bindur që një parti e cila megjithatë I ka fituar gjithë ato mandate nuk do të ketë mundësi që ta bëjë një qeveri në përpjekje për ta zvaritur këtë proces, pastaj kishim edhe situata të tilla cilat janë të pakëndshme e natyrisht jo ndoshta të panjohura për lëvizjen vetëvendosje, sepse po flasim për një parti e cila vetëm viteve të fundit ka më shumë se 10 herë shkelje të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pra, ne nuk kemi pranuar që të bëhemi pjesë e kësaj shkelje, sepse që në start kemi qenë vetëdijshëm për gjendjen cilën po provohet që të futet kuvendi dhe me tekste veçanta të deputet të zgjedhur, por po e them qëllimi nuk ka qenë vetëm aty, qëllimi ka qenë edhe për të blerë kohë, sepse u pa qartazi që ndonse është thënë ditëve të fundit që I kanë siguruar numrat për të bërë qeverinë. Në fakt numrat, ose më mirë them fuqia politike e Albin Kurtit në ditën e sotme u pa që është 52 vota, madje munguan edhe vota të komuniteteve të cilët nuk ishin aty për të dhënë mbështetjen për qeverinë e ardhshme, nëse mund ta quaj. Ndërkohë, zonja Deliu Kodra përmendët reagimet e eksponentëve të partisë fituese të këtyre zgjedhjeve. Kishte një reagim edhe të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje kryeministrit të dorëhequr Albin Kurti, I cili akuzoi opozitën se është bërë bashkë në fakt radhiti në një linjë me listën serbe dhe më pas tha se keni bërë një sulm brenda institucional dhe kështu po dilni kundër vetvetes. Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk njihet për sulme ndërinstitucionale. Unë besoj që sulmet cilat kanë ndodhur ndërmjet institucioneve ose mirë të them në institucionet e Republikës Kosovës tashmë kanë një adresë qytetarët e Kosovës e din qartazi nga kush janë sulmuar ato institucione. Ne kemi provuar tash sa kohë ti mbrojmë institucionet ideale e sidomos po flas për institucionet cilat pritet të dalin nga zgjedhjet e fundit të Republikës Kosovës, kemi provuar që ta ruajmë kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë dhe këtë kemi dëshmuar edhe gjatë mandatit kaluar, kur për shumë herë ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese duke kontestuar shumë ligje të cilat kanë rënë ndesh me liritë dhe të drejtat e njerëzit, ligje të cilat janë hartuar nga partia e cila synon që të ketë një mandat të ri qeverisë. Pra, ka sot një pasqyrë të qartë e asaj se çfarë përfaqësojnë partitë politike në Republikën e Kosovës. Ne do të vazhdojmë të angazhohemi që demokracia në Republikën e Kosovës të ruhet, që themelet e këtij shteti, kushtetuta, mbi bazën e cilet funksionojnë dhe do duhet të funksiononin gjitha organet e rëndësishme të shtetit të Kosovës, të respektohen në përpikmëri, por po e them kur nuk ke zgjidhje, absolutisht që përpjekjet bëhen për të drejtuar gishtin ka partitë opozitare, pritjet e qytetarëve të Kosovës, tash e sa kohë janë për një mirëqenie më të mirë, për çmime më të ulta, për të kaluar problemin e madh me 16% e energjisë elektrike të rritur kohëve të fundit dhe asnjë reagim të qeverisë për llogaridhënie më të madhe që nuk e shohim tash e sa kohë. Prandaj unë nuk jam e habitur me këto sjellje dhe me këtë reagim të partisë që synon të marrë pushtet, sepse unë besoj shumë që edhe ditëve në vazhdim do të shohim raste të tilla të pazareve, të përpjekjeve për të krijuar numrat për cilat tash e sa kohë na kanë folur, e në anën tjetër, po e them dhe dua ta përsëris edhe para audiencës suaj në Komisionin për verifikimin e mandateve që ne jemi përfaqësuar sot nga zoti Gruda, të gjitha partitë tjera
politike, opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë votuar kundër, lëvizjave të vendosje ka votuar pro dhe ka abstenuar lista serbe. Pra, nëse mund të flitet sot se kush me kë bashkëpunon, këtë më së miri është përfaqin edhe komunikimet e brendshme të eksponentëve të kësaj partie, ose më mirë të them të përfaqësuesve të cilët janë të integruar në qeverisjen e kësaj partie për të parë se për çfarë pazare politike sot flasim, për cilat vota flitet dhe me kë komunikohet, kujt i premtohen ato vota. Pra, kjo është përfaqë më së miri edhe deklaratat e fundit që i dëgjova pak më parë të ministrës jashtme zonjës Gërvalla flasin hapur se shkëmbimet kanë arritur deri aty sa që po dalin sheshazi gjitha ato pazare cilat po provohen që të bëhen për të krijuar një qeveri të numrave. Po thoni se nuk ka legitimitet lëvizjave vendosi dhe Albin Kurti që t'ju radhis në një linjë me listën serbe derisa ka patur aludime, ka patur edhe mesazhe të cilat kanë dalur në publik dhe është përfolur se mund të ketë një bashkëpunim për të krijuar një vetëm aludime ne kemi qenë dëshmitar tash e sa kohë të edhe atyre përgjimeve për cilat opinioni publik tashmë e di saktësisht për çfarë po flas, përgjimeve të shumta të cilat i kemi dëgjuar vet, ku eksponentë të kësaj partie kanë diskutuar, kanë pas diskutime për çështje fundamentale, çështje sensitive, për ligje, për qëndrime dhe vendime të shtetit të Kosovës, për cilat jo që nuk do duhej diskutojme me ta, por atë që do duhej që të përfshihet ndonjë zyrtari qeverisë së Republikës së Kosovës në diskutime të tilla. Pra unë nuk jam me befasuar sepse ne i kemi dëgjuar, por po e them që këtë manipulimin ose më mirë të them drejtimin e gishtit në anën e opozitës, kjo parti e ka përdorur tash e sa kohë, në fakt janë 48 mandate që qytetarët e Kosovës i kanë dhënë këtij subjekti politik për të krijuar institucionet e reja të Republikës Kosovës, prandaj para se drejtoj gishtin drejtim të opozitës, është detyrë, është përgjegjësi, është obligim i partisë që ka marrë kaq shumë mbështetje qytetare që t'i hapë rrugë krijimit të institucioneve të reja e të mos drejtoj gishtin ka opozita. Opozita thjesht sot ka kryer detyrën e saj kushtetuese për të penguar degradimin e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe për të mos lejuar që të shkelet kushtetuta që është fundamenti i shtetit të Kosovës. Zyrina Deliu Kodra, në këto ditë ka patur shumë përfolje, ka patur shumë aludime, shumë pretendime, vërteta sikur shpesh edhe është mjegulluar. Ka patur edhe një aludim të cilin do dua ta diskutoj me ju në këtë linjë të drejtë për drejtë që jemi bashkë. Ka patur, është pretenduar se edhe PDK dhe opozita po tentojnë të blejnë kohë në mënyrë që t'i shterrën të gjitha mundësitë Albin Kurti që ta krijojë qeverinë e re. Nuk kemi bërë përpjekje absolutisht që të blejmë kohë, ne që në start e kemi thënë, ajo është tashmë e ditur që partia e cila ka fituar numrin më të madh të ulëseve në kuvend i takon që e para në fakt të provojë ose mirë